lëm me kaq konferencën, apo doni të bëni pyetje dhe ju? Se ju jeni shumë interesant dhe ju tjerët. Se unë nuk po jam këtu për të luftuar për veten time, se unë mund ta bëj dhe pa gazetar fare komunikimin dhe mund t'i shpjegoj gjërat. Po kjo sjellje është pikërisht ajo që pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Është pikërisht ajo që dhunon njerëzit në emër të tyre me gënjeshtra. Është pikërisht ajo që nuk i lejon njerëzit që të peshojnë të dyja palët. Fole zonjë, po, mbylle të flas unë. Jo ta mbyll unë 20 herë që të flasësh ti. Unë do të bëj me pyetjen tënde, unë do të... Shiko. Juve abuzoni me njerëzit. Juve abuzoni me ata që merrin në përgojë në mënyrën më të ulët. Në emër të lirisë, juve abuzoni me faktet në mënyrën më të shëmtuar, ju jepni njerëzve çdo ditë gënjeshtra dhe e bëni këtë në emër të lirisë dhe askush nuk ju thot plaç. Unë po të them edhe një herë, më lër të mbaroj fjalën. Marrja peng e një bisede me dhunë mund ta bësh. Unë nuk kam se ç'a bëj tjetër. Mund ta bësh. Po kjo është dhunë. Më lër të mbaroj fjalën. Do t'i përgjigjen që do t'i, nuk ta jap dot unë, se unë nuk punoj për qimin. Dhe kjo është e sigurt. Dhe me që më përmende televizion, më përmende ti televizioni, nuk ta përmenda unë. Televizioni, një sekond.